Profesor, 2025 është cilësuar në bazë të një studimi më të fundit si viti 3 më i nxehtë. Si kanë ndryshuar këto ndryshimet klimatike në këtë cikël? 3 vitet e fundit 2023, 24, 25 janë vlerësuar si vitet më të nxehta për ndryshimet klimatike në nivel global, të cilat kanë prekur në mënyrë të drejtë për drejtë edhe rajonin tonë, rajoni Mesdheut, ku Shqipëria është një nga vendet që cilësohet si mjaft e prekur ose e rrezikuar nga ndryshimet klimatike. Ndikimi ka qenë i drejtë për drejtë, ne kemi pasur gjatë vitit 2025 periudha shumë të gjata thatësire, periudha të cilat kanë kaluar përmes muajsh të tërë pa as një sasi më të vogël rreshjesh, deri në periudha që kemi pasur rreshje të shtuara gjatë muajit nëntor apo dhjetor, të cilat në një farë mënyre kanë ndikuar në klimën e Shqipërisë. 2025 u shoqërua me një verë shumë të nxehtë, ndërkohë që këtë dimër pam edhe rreshje intensive. Çfarë duhen bërë faktikisht fermerët, pasi shpesh kanalet pëlluese, erozioni ka shkaktuar mjaft dëme të mëdha. Çfarë duhet bërë? A duhet më tepër ndërgjegjësim për të mos u përballur me situata të tilla përballë këtyre ndryshimeve klimatike dhe kësaj ngrohje globale? Ndryshimet klimatike janë fenomene të cilët kanë rritur shpeshtinë e tyre në ngjarjet që kanë ndodhur më së fundi jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë rajonin e Mesdheut, e më gjerë në glob, po i referohemi zonave që janë afër vendit tonë. Praktikisht frekuenca e ngjarjeve të tilla është rritur, ndonse rreshjet e muajit nëntor dhe dhjetor nuk kanë qenë rreshjet më intensive që në historinë e vendit, në historinë meteorologjike të vendit tonë janë ndeshur, mjaftueshëm kanë pasur intensitet të shtuar për të krijuar problematika me përmbytjet. Praktikisht ne kemi pasur një numër ditësh me intensitet të shtuar në disa zona të vendit, kryesisht në juglindje, po dhe në pjesën veriore të vendit, të cilat janë shoqëruar me këto problematika. Në fakt, ndryshimet klimatike, sikundërse thash, kanë rritur intensitetin dhe shpeshtinë e tyre, pra ndodhin më fort dhe më ngjeshur. Kemi pasur gjatë vitit 2025 një sër rastesh të përmbytjeve masive në vendet përreth, në Itali, në Greqi, në Spanjë, ku fenomenet janë shoqëruar madje edhe me humbje jetësh krahas edhe dëmeve ekonomike të mëdha që po ndodhin. Mendohet që frekuenca do të shtohet, trendi i rritjes së temperaturës është i tillë që pritet me një probabilitet të lartë që dhe vitet që do vinë, ndoshta 2026 apo vitet të tjerë, të kenë një rritje tjetër të temperaturës. Mund të them se në nivel global temperatura është rritur tashmë në 1.5 gradë Celsius, por në Shqipëri ne kemi zona të cilat kanë kaluar 1.9 apo 2.3 gradë Celsius nga matjet e krijuara. Më së shumti ndikon ngrohja e detit Mesdhe, në rreshjet që janë në territorin e përreth detit Mesdhe përfshi dhe Shqipërinë. Fenomenet e përmbytjeve shoqërohen nga intensitetet të shtuara për shkak të ngrohjes lokale në këtë det, cila më pas sjell rreshje të shtuara në rrethina. Vlerësoj që ndryshimet klimatike do të sjellin një sër ngjarjesh, kryesisht meteorologjike. Nuk mund të them për tërmetet, sepse ndoshta nuk ka lidhje me to, por ka lidhje të drejtë për drejtë me problemet të zjarreve gjatë verës, temperatura shumë të nxehta që krijojnë një lloj vale të nxehti me problematika mbi ekosistemet, mbi njerëzit në periudhën e verës, po jo vetëm në periudhën e verës, për shembull gjatë vitit 2025 në muajin mars ne kemi pasur temperatura të larta, shumë më të larta se normalja, madje edhe në majën e maleve, duke krijuar një çrregullim të funksionimit të habitateve natyrore, apo dimri që ka qenë 2025-2026, po themi, është mjaft i ngrohtë, i cili vlerësohet nga një numër 8 i ulët i ditëve me ngrica në ulëtësirën perëndimore. Pra, klima është futur në një cikël të çrregulluar, i cili me shumë gjas do të ketë edhe fenomene të tjera në të ardhmen. Zgjuarësia jonë është të jemi të përgatitur të përballojmë ato me sa më pak dëme. A mund të themi se tashmë kemi vetëm 2 stinë? Vera e nxehtë dhe dimri i butë, çrregullimi i rreshjeve që përgjithsisht është në pranverë apo në vjesht, tani ne kemi
të shtirë në gjithë vitin me intensitet të shtuar për ato pak ditë kur bie dhe shoqëruar me periudha shumë të gjata thatësire. Këto janë dy elementet kryesorë që kanë humbur konceptin e stinëve që kemi pasur më përpara, apo të pranisë së fenomene siç është rasti i borës, për shembull që mungon në pjesët më të larta të vendit, në pjesët malore apo në zonat e ftohta, praktikisht ditët me borë gjatë vitit janë shumë të kufizuara. Sigurisht këto fenomene natyrore kanë edhe një kosto, dhe po t'i referojmë një përllogaritje më të fundit që është shkruar në 3 dekada, dëmi ka qenë $2.5 miliard. Dëmet që vinë nga ndryshimet klimatike i bashklidhen dëmeve që janë bërë në mjedis, dhe praktikisht të kombinuara dëmtimi i mjedisit, siç është rasti i shpyllëzimeve, për shembull, shtuar intensitetin e rreshtjeve sjellin drejt për së drejti më shumë përmbytje. Pra ndërlidhja e problematikës ndryshimeve klimatike me dëmtimin e mjedisit e rrit magnitudën e dëmit të shkaktuar ndaj ekonomisë, po jo vetëm ekonomisë, ndaj mjedisit në tërësi, e përjedhoi ky vlerësim që është nxjerr pritet të jetë në një përmas edhe më të madhe. Ne vlerësojmë zakonisht atë që çfarë shohim në mënyrë të drejtë për drejtë, dëmin ekonomik që ka ndodhur, po nuk vlerësojmë pasojat të tjera të tërthorta, për shembull, çfarë elemente të mbetura nga përmbytjet, siç mund të jetë shpërndarja e ndotjes në terren, siç mund të jetë mospërdorimi efektiv i tokës për shkak se mbetet e përmbytur apo e papunuar për një kohë gjatë nga frika e përmbytjeve të ardhshme, të janë kosto shtesë, të cilat shpeshherë nuk llogaritet vetëm dëmi i drejt për drejt, i cili dhe ashtu është mjaft i konsiderueshëm. Po të fusim në këtë ekuacion më pas kompanitë e sigurimeve, qartazi kuptohet se ndryshimet klimatike janë një ndër parametrat që ata i vlerësojnë me një risk të shtuar tani për shkak të këtij dëmi ekonomik që lë pas një ngjarje e tillë sikundërse ishin edhe përmbytjet e ditëve të fundit. Fenomenet natyrore mbartin edhe kosto të mëdha dhe dëmi kryesisht ka qenë në përmbytjet e fundit, duke u referuar edhe statistikave, por edhe vëzhgimeve të kryera, ka qenë në sektorin e bujqësisë ku pam mjaft sipërfaqe të përmbytura. Çfarë duhet bërë aktualisht dhe sa të sigurt duhet të jenë fermerët dhe për të bërë edhe pjesë e kompanive siguruese në mënyrë që ata të marrin edhe dëmshpërblime? Ndryshimet klimatike padyshim tani vlerësohen se vijnë nga kontributi njerëzor, pra vijnë nga kontributi i gazeve serë që shkaktohen prej djegjes së karburanteve fosile, naftë, gaz dhe qymyr. Pra është e padiskutueshme ky element i cili gjithashtu është shumë i vështirë për të rikthyer. Pra për të pasur një trend përmirësues të shpejt. Për këtë arsye, vetëm një zgjidhje që mund të japin qoftë njerëzit në përgatitjen që ato mund të bëjnë aktivitetin e tyre ekonomik, apo edhe strukturat shtetërore në ndryshimin e përgatitjes së shoqërisë për të përballur me pasojat e ndryshimit klimatike, është marrja e masave parandaluese në kuptimin të qenurit të i përgatitur ndaj pasojave, ndërtimit të një infrastrukture e cila përballon valë të tilla, qoftë të nxehtit ose të rreshjeve me intensitet të lartë. Vetëm kjo mënyrë do të minimizojë dëmet dhe në një farë mënyrë do të sigurojë njerëzit se dhe nëse ndodhin pasoja të tilla, ato do të kenë një dëm minimal, ndoshta të pranueshëm edhe për ekonominë, për ta rimbursuar, për ta mbuluar si dëm nga kompanitë e sigurimeve të tjerë. Nëse ne mbetemi në pritje se me probabilitet një ngjarje e tillë mund të mos ndodhë ose do të ndodhi në të ardhmen, ky do të ishte qëndrimi më i gabuar i mundshëm, sepse ai është realitet i ditëve të sotme, i cili përballohet vetëm me një përgatitje të kujdesshme, të planifikuar dhe serioze. A mund të bëjmë një parashikim afatgjatë, profesor, jo vetëm për 2026, por ndoshta deri në 2030, duke u referuar edhe studimeve të ekspertëve të ndryshëm ndërkombëtar? Skenarët e ndryshimeve klimatike të përgatitur nga institucione prestigjioze, ekspertësh që merren me klimën, gjithmonë vlerësojnë si do të jetë pasoja nëse temperatura rritet në 2 gradë, 3 gradë, 5 gradë deri në 8 gradë. Dhe në varësi të këtij skenari, nëse temperatura rritet me kaq gradë, shikohet se sa mund të jetë rritja e nivelit të detit, shkalla e përmbytjeve, vala e të nxehtit. Për shembull, një studim më i fundit të këtyre ditëve ka treguar se si kulturat bujqësore po zhvendosen nga zonat të cilat janë më të thata dhe më të nxehta drejt zonave që janë më të freskëta dhe ndoshta me lagështi pak më të lartë. Pra,
praktikisht ka skenar të tillë që vlerësojnë se sa do t'jetë dëmi i shkaktuar, sa do t'jetë zhvendosja e aktiviteteve të ndryshme, madje edhe njerëzve nga një territor në një territor tjetër, rëndësi ka që skenar të tillë të jenë ndoshta të mbeten hipotetik edhe ndryshimi të jetë sa më minimal. Pra, nëse ne shohim këto ndryshime madhore që po ndodhin me 1.5 gradë në nivel global, atëre besoj se pasoja, magnituda e ngjarjeve do të jetë shumë e madhe po të mbrim në 2, 2.5 apo 3 gradë e jo më tepër. Dhe pikërisht kjo duhet jetë një kampan alarmi për të gjithë, jo vetëm për specialistët, por për çdo banor, për të marrë masa, për të ndërgjegjësuar, pasi siç e pam, mendoj se faktori kryesor përveç gazeve është faktori i njeri. Duhet të mbillen pemë, që të mos ketë erozion toke, duhet pastrimi i kanaleve kulluese, por edhe marrje masave të tjera për të mos i shkaktuar këtë që duket se natyra po na e kthen. Patjetër, çdo ngjarje që lidhet me klimën është një skenar deri diku i paralajmëruar për shkak të keq menaxhimit të mjedisit, së cilës i shtohen dhe ndryshimet klimatike. Këto elemente u vuan re në ditët e fundit, ku për shkak të planifikimit jo të drejtë, të gabuar, nga ndonjëherë edhe të pakontrolluar, gjithë kanalet kulluese në pjesën urtësirës perëndimore janë të bllokuar, të keq mirë mbajtur, janë të mbushur me sedimente, shpeshherë ndoshta dhe janë të mbyllur tërësisht, janë të paaftë të tërheqin ujërat e shiut drejt lumenjve apo detit. Po shohim qytetet që janë përmbytur në këtë periudhë, po ndoshta edhe gjatë muajve të shkuar, siç ishte rasti nëntorit, ku referohet Lezhë, Vlora, Durrësi shpeshherë, Tirana. Në të gjithë këto qytete ka një fenomen, ka një të përbashkët që është dëndësia shumë e madhe, mbulimi i territorit me beton dhe asfalt dhe pamundëson shkarkimin e rreshjeve përmes tokës që në mënyrë më të qetë, më të ngadalë të mund të zhvendosi ujin që bie përmes rreshjeve në rrugën e tij natyrore që filtron në tokë dhe kalon më pas në përrejnë lumej edhe më tej. Ndërkohë, kur ne kemi qytete të tillë, kaq të dëndur, me një infrastrukturë të vjetër, të pamirëmbajtur të kanaleve kullues, që përgjithsisht kanë një seksion të vogël dhe nuk mbajnë rreshje me intensitet në një kohë kaq të shkurtër, me volume kaq të mëdha, praktikisht ne kalojmë menjëherë me pak milimetra shi që bien në pak minuta në këto qytete në një gjendje të përmbytur, ku bllokohet trafiku, bllokohet lëvizja e njerëzve, bllokohen shërbime në qytet, të cilat në një farë mënyrë shumë më lehtë do të shmangeshin nëse ne do të kishim më shumë sipërfaqe të pabetonizuara, të gjelbërta, apo ndoshta dhe infrastrukturë më të përshtatshme për të përballur me këto pasoja të mëdha të klimës. Shpresoj që të kemi sa më shumë masa parandaluese për sa i përket këtyre fenomeneve. Faleminderit profesor. Faleminderit juve.